Sot, në selinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Ohër, u zhvillua një takim pune me oficerë policie nga Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë, të cilët nga nesër deri më 31 gusht, së bashku me oficerë policie nga MPB-ja, do të kryejnë patrullime të përbashkëta policore në të gjithë Ohrin. Nga MPB thonë se angazhimi i tyre i punës do të zbatohet në bazë të një protokolli të nënshkruar për bashkëpunim gjatë sezonit turistik në Ohër, pas së cilës funksionimi i patrullave të përbashkëta policore do të fillojë zyrtarisht nesër, nga ku pritet që patrullat e përzjera të përbashkëta të kontribojnë në rritjen e sigurisë së qytetarëve dhe turistëve serb që kalojnë në pushimet në Ohër. Patrullat e përzjera të përbashkëta do të kontribuojnë në rritjen e sigurisë së qytetarëve, si dhe turistëve serb që kalojnë pushimet e tyre vjetore në Ohër në numër të madh. Gjatë patrullave, oficerët e policisë serbe do të veprojnë në përputhje me legjislacionin kombëtar të Republikës së Maqedonisë. Tutje nga Ministria thonë se oficerët e policisë serbe do të veprojnë në përputhje me legjislacionin kombëtar të Republikës së Maqedonisë. Ata nuk do të mbajnë armë dhe do t'ju ofrojnë mbështetje oficerëve të policisë maqedonase. Gjithashtu, oficerët e policisë serbe, para fillimit zyrtar të punës nesër, u informuan për dispozitat e ligjeve maqedonase, për punët e brendshme dhe policinë.